Italia ka ekstraduar drejt Gjermanisë një 34 vjeçar shqiptar të shumëkërkuar për trafik droge në disa qytete gjermane. Mediat italiane shkruajnë se karabinierët në bashkëpunim me Shërbimin për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor të Romës ekstraduan shqiptarin në Berlin. Ai akuzohet se është përgjegjës për trafik droge të kryer midis pranverës dhe verës së vitit 2023. Në qershor 2025 u lëshua një urdhër arresti europian nga autoriteti kompetent gjyqësor gjerman. Autoritetet italiane, së bashku me homologët e tyre gjerman, e gjetën atë një ibanez në Savignano sul Rubicona. Dhjetorin e kaluar, karabinierët e gjurmuan e arrestuan dhe e çuan në burgun e Forlit, ku ju funë në dispozicion të autoriteteve gjyqësore kompetente italiane dhe gjermane. Pas procedurave të ekstradimit dhe në përputhje me urdhrat e lëshuar nga Gjykata e Apelit të Bolonjës, karabinierët e Savignanos shoqëruan 34 vjeçarin, i cili gjatë procedurave të ekstradimit ishte i detyruar të nënshkruante çdo ditë në salinë e karabinierëve në pikën kufitare ajrore Malpensa të Milanos për t'u dorëzuar autoriteteve policore gjermane. Ndërkohë ende nuk janë publikuar as emri i shqiptarit të arrestuar e të ekstraduar dhe as detajet e dosjes së tij penale.